Allahun e madhuar e falenderojmë, vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Lavdata dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Muhammedin alayhi salatu wasallam, mbi familjen e tij, shokët dhe të gjitha që ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e fundit të kësaj bote. Pas falënderimit të Allahut xhalla xhelaluhu, shfrytëzoras në fillim që të falenderoj këshillin e bashkësimit e Drnas, i cili sonte është i përfaqësuar këtu nga kryemami i nderuar Shpëtim Efendiu, Zoti e shpëbleft, për fjalët, për mundësinë e gjithashtu patjetër falenderojmë hoxhën e nderuar Artan Efendiun, i cili Allahu e nderoft e shpëbleft, mundohet në vazhdimsi që të bën aktivitete, angazhime për të pasuruar jetën fetare në këtë vend ku ai vepron dhe ku ai punon. E padyshim që kjo xhami këtu dhe ky xhamat këtu janë fryti i kësaj pune, Zoti ja pranoft. Çdo vit na bën ftesë, Allah është shpëbleft dhe kjo është padyshim respekt dhe nder. Andaj lutem Allahun xhallahu që të na bashkon gjithmonë punë të mira, edhe në atë që është Zoti i kënaqur. Të nderuar vëllezër, tashmë është më së njohur se në prag të Ramazanit të gjitha ligjërimet, të gjitha fjalimet, të gjitha diskutimet tona si besimtar sillen rreth këtij muaji të bekuar. Dhe ky muaj meriton shumë më tepër se kaq. Por ne bëjmë një përpjekje modeste për të dëshmuar për Allah të mëdhuar mëdhnimin e këtij muaji, rëndësinë e këtij muaji dhe brengën dhe interesimin tonë që këtë muaj ta kalojmë ashtu si është më së miri. Ramazani, mundësi e artë, ashtu sikur që është titulluar nata sonte, dhe takimi jonë këtu së bashku, është temë e qelluar, padyshim, për shkak se me të vërtetë, nëse kishte me qenë diçka më e shtrejtë se ari, kishte me pas pjesë në këtë titull. Është mundësi e artë, mundësi margaritar, qysh du quje. Por mbi gjitha duhet kuptuar se është një mundësi e shtrenjtë, një mundësi e rrallë, një mundësi e veçantë që Allahu xhallahu na ka begatuar me të. Andaj dua fillimisht që këtë temë sonte me e trajtu përmes ndoshta disa parathënieve dhe shtjellimit pastaj të detajzuar të kësaj teme brenda kohës që e kemi. Po filloj nga titulli, në titull atje është përmend mundësia. Të ndërvëzër, fjala mundësi tregon gjithmonë diçka që të ofrohet ty, një rrugë që të shqel, apo një shans. Mirë po, për me e shfrytëzu mundësinë që të është jap, kushti elementar është me pas njëri ndjenja se çaj mundësi i përket atij. Këse ka shumë mundësi sot, po së të përkasin as mirësh me to, për shembull me thonë, që po di tash, në mundësi e madhe me shku në Kinë me punu dikun, është mundësi është për mu së përket aja, se këshyrë bile, së është mundësi për mu e, ose diçka që s'ka të bëjmë me profilin të s'ka të bëjmë me ty. Andaj kur themi se Ramazani është mundësi, mas për du me përjetu se po, neve na përket kjo që mundësën Ramazani. Na përket. Për shkak se përkatësia është parakusht i shfrytëzimit të duhur të Ramazanit. Nëse nuk e ndin këtë përkatësi se ka të bëj me ty, kime pas probleme në shfrytëzim të duhur të Ramazanit. Nëse për shembull ki rast caktuar, për shembull për smundjen tënde, për ndonjë problem shëndetësor që ka një afër me ty, e tash një mjek në televizor po flet për çfarë smundje. Çka thosh? Veç pak. Mundësi e mirë me kuptu që ka po thët, apo se të përket. Si të përfundon tema, për shembull flasim për diçka tjetër, ti më thosh, e tash falem. Se kaleja që mund vi kjo. Duhet me ndi se mund përket që kjo. Ka të bëj me mu. Prandaj mundësia shfrytëzohet në momentin kur ti e ndin përkatësinë tënde në raport me mundësinë. Dhe këtë pasaj tjera të janë më lehtë. Kjo është e para. Aspekti përkatësisë, ti me ndi se të përket ty që kjo temë, ka të bëj me ty, s'ka të bëj me Ramazanin kjo. Ne nuk po flasim për Ramazanin, nga se Ramazanit e ndërë vëllezër është një muaj, që Allahu xhallahu ala e sill gjatë vitit. Muaji i 9 Hijria i shkon e vjen, apo?
Andaj Ramazanit nuk I përket kjo nai sonte, as nuk I duhet, por na duhet neve kjo nai. Pa keq ka ka Ramazani na përket neve. Kështu që ne duhet me të vërtetë me I shterë të gjitha mundësitë për me kuptuar se çka thot Allahu xhallahu ala për muajin Ramazan. Andaj para është përkatësia. Çështja e dytë, për shembull, mundësia kur përmendet, cila është një fjalë më së ngati fjalës mundësi, shfrytëzimi I mundësive. Apo a thosh e ki mundësinë, andaj shfrytëzoj mundësinë. Shfrytëzoj mundësinë. Ne ka njerë do fjalë I përdorim dhe nga përdorimi I shpesh aty nga një konflikt se ato fjalë devaluojnë. Ato fjalë disi konsumohen. Dhe si pasojë e konsumimit pastaj nuk përfitojnë për tyne. Sa përdoret me të madhe dhe shpesh fjala shfrytëzoj Ramazanin, shfrytëzoj, edhe si fjalë është konsumu, është përdor shumë, madje as si titull mos bën me qit. Shfrytëzimi I Ramazanit është duke që qatë njëjtin poster vitit kalum ta kanë qit. Se vjetë ku shfryt farteme shfrytëzimi I Ramazanit, apo? Në shfrytëzimi term I konsumuar, por padrejtisht I injoruar, padrejtisht. Nëse na duhet më nalte termi shfrytëzim, çka I bën shfrytëzim? Çka I bën shfrytëzim? Domthon, hajde të marrim pak edhe nga jeta e përditshme, pak dalim për kësaj tani të kuptojmë drejt. Një njeri për shembull I cili ju ka dhënë mundësia, apo me e shfrytëzu për një investim të caktuar. Shanse e madhe, liru kon shumë në fartoke. Jo si ka 5 euro, po do tjera më normale pa. S'u ka çuptoni. Apo po ju ka dhënë mundësia me blini tuk normal me çmim zakonshëm, po ka pas perspektivë të madhe investimit apo. Ai ka investu. Shfrytëzimi I mundësisë të rrugëzër, a matet me blerjen, a me fitimin? Ti e ka shfrytëzuar mundësinë e ka ble. Po ç'a bën me të se? Ja, s'bën sen me të që ty rën. Ja, se pas ka shfrytëzuar mundësinë, se mundësi s'ka kohë hiç. A kuptuat? Në shfrytëzia nuk matet, shfrytëzimi mundësisë nuk matet me blerjen, po me përfitimin nga blerja atë. A keni qartë? Edhe këtu, shfrytëzimi I mundësive të Ramazanit nuk është me hinë Ramazan, as me gjinu Ramazanin, por është me përfitu nga gjurmët dhe ndikimi I Ramazanit që lënë në zemrën dhe sjelljen e besimtarit. Ne kërkojmë një shfrytëzim më racional, ne kërkojmë një shfrytëzim më të kapshëm, më të prekshëm, që çdo vit na bën me qenë në avancim. Për shkak se arritja e Ramazanit është begati nga Allahu te bareku teala. E Allahu thot në Kur'an: "Wa amma bi ni'mati rabbika fa haddith." Begati që Allahu t'i ka jap, shprahi lëshien që I ki. Dhe besimtari për shembull se ka një tesht mirë, ka një mundësi të mirë, do të më shpreh me kallëzu që Allah na ka begatuar, na ka dhënë mirësi, alhamdulillah. Na duhet të mësimi I shfrytëzu. Edhe Ramazani është mirësi apo. Duhet më pa gjurmët e Ramazanit si manifestim I pranimit të begatisë së Allahu xhallahu xhelalu që ta ka dhënë dhe si shfrytëzim I kësaj mundësie që nuk dihet a përsëritet vitin e ardhshëm. Dhe që kjo është fjala mundësi dhe fjala shfrytëzim. Një detajzim pak I domosdoshëm, nëse nuk duhet me leju që këto shprehje kaq më rëndësi të devaluojnë. Edhe disi kur tema flitet shfrytëzimi, po, e kena një, jo se kena një, do të halame një, për shkak se, qka shfrytëzimi? Qka në kupton shfrytëzimi? Ti në Ramazan po investon kohën tënde, po investon mundin tënd, po e shfrytëzon si mundësi. Por, ç'ky investimi I mundit, e ç'ky investimi I lodhjes, e ç'ky investimi I angazhimit, si rezultat I shfrytëzimit të mundësisë, që vjen në Ramazan, nuk përfundon këtu krejt. Por të shikuar, e ke shdu mundësin, qëka të ka dalë? E tani është tema jona. Si kështë dhe është të qështja, për shambull e blerjes së tokës, ose për shambull, qëfar situate? Një të tjepë mundësia, shfrytëzimi është vetëm, shfrytëzimi të ndërvëzë I mundësis, është vetëm një parathënje. Ndërsa ajo që të regon realisht,
a e ke shfrytzu, ajo është rezultati që dën nga mundësia e ofruar. Çfarë është edhe Ramazani? Çfarë është Ramazani? Shkoni për shembull sa për ilustrim, pastaj do të dalin pikat e tjera. Kur e ka përshkruajtur Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala në pejgamberin alayhis salam në Ramazan, çfarë ka thonë? Ka thonë kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwad an-nas. I dërguari alayhis salam ishte njëri më bujar, gjithmonë gjatë njëri më bujar. Wa kana ajwad ma yakun fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Mirë po ishte shumë më bujar në Ramazan kur e takonte Gjibrilin. Tash, takimi i Gjibrilit është mundësi e mirë? Me të lyp Gjibrilin muzatet, a thush, jëmë zonë, mundësi e mirë, për po, shtrasti madhë. Pejgamberi e ka shfrytzu mundësin e përsëritjes së Kur'anit me Gjibrilin dhe shfrytëzimi nuk ka përfundu këto. Thot Ibn Abbasi, i shtoi bujaria, vrehej gjurma e takim me Gjibrilin. Te pejgamberi sa para na. Që çka ka pas më shtu më shumë nga bujaria e tij, nga ibadeti që ka pas jashtë Ramazanit. S'ka çfarë pa vërtet apo? S'ka çfarë pa vërtet. A ti ki mu taku me Ramazan, i thush vetes tonë. Un kam qenë një besimtar i devotshëm, ama kur Ramazani u vrekje që unë e kjo është që shfrytëzimi. Çka që mundësia. Çfarë bëhet e art, çfarë bëhet margaritar, çfarë bëhet e shtrenjtë e rëndësishme. E pastaj çka ofron Ramazan nga mundësi që na përkasin neve janë shumë ato. Janë shumë. Unë du mi përzjedh disa për ty në mbrana e kohës që e kemi. Nëse kemi kuptu këtë të nërëzër, atëre do të mundona që edhe shembuj që i sidhin vim, t'jenë përputhje me sqarimin e mëhershëm. Donë mundësia, shfrytëzimi dhe përfitimet. Që kjo të rekanshi i kejtë sqarimit tonë që do të bëjmë sonte, inshallah. Në qëfar mundësia, qysh shfrytëzohet dhe qysh përfiton. Qysh përfiton. Po e filloj me ajetin e parë të agjerimit. Fjali Allahu Azza wa Jall, çka Allahu ofron në ajet të agjerimit. Allahu Xhallahu thot, ja eyyuhalladhina amanu. Do të thonë, mundësia tash që po ofrohet, po fillon me thirrje. E cila është ojo që keni besuar. Allahu po të thot në emër të besimit apo në emër të besimit. Që tu për shembull çit pjesë. Edhe Allahu ku thot atje për shembull është bërë obligim agjerimi, e kur Allahu thot atje që Allahu po do më ulëtsua për shembull, cila është pjesa e mundësisë? Ku është mundësia këtu? A është në thirrje, a është ngarkim obligim, a është ku është mundësia? Kretë mundësi. Edhe thirrja është mundësi. Mundësia fillon nga thirrja. Çish fillon nga thirrja? Që Allahu Xhallahu ka thirr që ti të zbatosh një urën të Allahu Xhallahu përmes një emri të Allahu te barekuhu te ala, përmes një titulli, përmes një thirrje, një emri që Allahu ta ka dhënë. Ojo që keni besuar. Është bërë obligim agjerimi. Veç të shkjo thirrje mundon, adin sa mundësit e arta janë që njeri me fitu në mas të madhë në Ramazan. Mas parit të ndërëzër, është mundësia madhe me i dëshmu Allahu Azza wa Jall se që kjo thirrje më përket mua. Që kjo thirrje më përket mua. Kjo është mundësia mirë. Edhe kjo nuk është thirrje vetme. Allahu thret në Kur'an në qindra ajete ajo që keni besuar atë. Apo? A kemi i trajtu krejt thirrjet njëjtë apo thirrja për agjerim është specifike për shkak të Ramazanit? Në tjetër për shembull kur Allahu Xhallahu ala thot që të cekëm surë Hujurat, ja eyyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. O që keni besuar, nëse njëri qëllë fasik, i pa vëmendshëm, i pa kujdesshëm, në për në obligimet e Allahut Azza wa Jall, mund të jetë një lloj domthon i dhën pas mëkateve, e kështu me radhë, vjen me një lajm. Fatabayyanu. Gjese se atë lajm vërteton apo? Vërteton. E tash, që kjo thirrje vërteton lajmin.
mos merrni gjithçka, mos ngoni gjithkën, mos përndoni çfarë do lajmesh, po verifikoni lajmet. Atë përket kjo thirrje, një sikur se të përket thirrja në Bekare, o që keni besuar është bërë obligim agjërimi? Ç'kjo mundësi e ardhë që na me i rregullu problemet me thirrjen. Problemet me thirrjen. Për shkak se Allahu te barekuhu teala është ai që të ka thirrë tek agjërimi, është ai që ka thirrë tek verifikimi. Është ai që të ka thirrë në vazhdimsi të ajeteve ku thotë ja ayyuhalladhina amanu ijtanibu kathiran min adh-dhann. O që keni besuar largoni nga shumë paragjykime. Nga se shumë për ty në din me të shpinë, inna ba'da dhanni ithm, nga se për ty në ka që shpinë mëkat. E kjo thirrje këto që keni besuar, largoni nga paragjykimet, e kjo atë përket ty. A mirësh me këtë thirrje dhe përgjigjen këtë thirrje, prandaj sinkronizimi i përgjigjes në raport me thirrjen një burimore që vjen nga Allahu te barekuhu teala, është mundësi e mirë tash me relaksu ko xhamin në Ramazan atë. Ju përgjigj Allahu ta zot, siç ju ka përgjigj me agjërim, më ka thënë se unë Allahu t'ju përgjigja me agjërim. A ka tjera thirrje që Allahu më thotë po ka? Në rregull, tash ti në Ramazan kur rezon hat me Kur'anin, zgjidh një 10 ajete ja i vjen amenu, që praktikisht 10 ajete shkruajnë fetore. Amenu, edhe këtyre çështje tjetër për bashkëthirrje atë. Edhe rregulloj, që kjo është si mundësi atë. Duke ju përgjigj një thirrje ja, të rregullosh përgjigjen edhe në thirrje tjera. E këtë mundësi të Ramazanin, nga se edhe ka përgjigje, edhe ka gatishmëri, edhe ka ofrim me Kur'an më tepër se në muajt e tjerë. Dhe i përvoja me pa, kur të bëjsh hatme, 10 ajete, s'po më shumë, 10 ajete. Ja ayyuhalladhina amanu, ku Allahu thotë në amën besimit. Është mundësi e mirë që me rishiku dhe me sinkronizu bashkë me përgjigjen e ajetit e agjërimit. Çështja e dytë e thirrja që është mundësi e artë në vëzën, shfrytzu kur Allahu përgjigj është se në gjuhën arabe është një rregull interesant që nëse e kuptojmë mundësi. Për shembull, nëse dikush thirret për me kry një punë në emër të një titulli, atëre zbatimi i urnit e fuqizon titullin. Për shembull, nëse unë them, o student, bëhu i zellshëm e mëso. Kemi emën, apo, dhe kemi kërkesë. Kemi emër dhe kemi kërkesë. Emri, të ndërmëzër, emri, o student, e arsyeton kërkesën se të përket ty, mëso. Emri e arsyeton kërkesën. Ndërsa zbatimi e kërkesës e fuqizon emrin. Ti nëse thosh për shembull, o student, bëju zellshëm dhe mëso, e nuk mëson, emërtimi student, a fuqizohet apo dobësohet? Dobësohet. Nëse për shembull ti o student, edhe thush, bënu i zellshëm dhe mëso, dhe mëson e merrdhëshe, e ke fuqizuar emrin që meriton me qenë student? Po. Edhe këto. Allahu po, ajo që keni besuar, o është bërë obligim agjërimi. Do më thonë, thirrja e arsyeton kërkesën. Normal është që me kërku për te Zotit që ke besuar te për agjërim. Thirrja e arsyeton kërkesën. E zbatimi i kërkesës e fuqizon emrin. Ti duke agjëru, i më shën vule ma të fuqe, unë jam besimtar, ditë për ditë. Çdo agjërim që ti e bën, çdo ibadet që ti e bën, realisht ti e fuqizon më tepër emrin që e besimtar. Andaj emri besimtar atë bën nera çka tek Allahu zon. Po është bën nera. Është mundësi e mirë të që duke u përgjigj Allahu te barekuhu teala me rënjos emërtimin si besimtar. E si musliman, kush na ka quajtur musliman? Allahu Jalla wala. Huwa sammakum muslimin. Në haqë, Allahu thënë, në haqë. Ajo është që ju ka emërtu si musliman. Ajo ka emrin si musliman. Ta shti të ka ndërru Allah me një emën, e ta shti të dënë me dëshmu Allahu të bërëtëse, që ta emën përshkret ashtë dhe fuqizaj, diri sa të bët një dritë e fuqishme që më ndryshe rrugën dunja e në varën e ahiret. Është mundësi e madhe kjo, apo? Shumë mundësi e madhe.
Veçte ja eyyuhalladhina amanu. Veçte shfjallë. Pastaj të ndërozër. Në kuadrë të emrave që mundesh me i pas tek Allahu te bareke ve teala. Cili është edhe një emër tjetër për shembull? Tek Allah je o krijesa jam, je o robi jam, je o ti që ke besu. A të binë të manë që të emna? Po, a të binë të manë. A ka emna që të binë të manë? Për shembull, Allah me thirë, jo une. Unë e thirë me emna që e ki, me të nëru, që është duhet. Allah kërë thirë. Për shembull, me thurë Allah, o i shkret, a përgjigjesh? Po, se i shkretje, pëse që i? O i varfën, a këthesh? O ignorant, me thirë Allah, a këthesh? Do shë qësti, pëse që i me Allah në gjënë, i dishme, në për me Allah si në zdim. A është i që dishme, na mësojmë për tjeve. Andaj, egzistoj një varg emrash që ta man në binë. E i meritojmë, e që Allahu Gjellera nuk në ka thirë kurma që të emrat. Qka po dhe me kuptu me qëto dhe? Allahu po dhe në që atë emra edhe pse ti i ki, s'po dhe me thirë me to. As nuk po dhe në ti me u identifiku me që të emra. Allahu po dhe në që ti mu identifiku me iman. Andesh mundësi e artë Ramazani që ta fuqizosh emërtimin e imanit si një emërtim dominant mikret emërtimit e tjera që mund shme i pas në raport me Allah të barek o tala. Të shparëna për shamë në Ramazan dikush e ka mundësin që sa është një betej emërtimesh në Ramazan mes oti që ke besu edhe oti që ke mëkatu. Oti që ke mëkatu, a djenë mërzimet tonë? Më me tonë është atë mërzitu, që po përzish në punë të mija, po flasë Allah me tonë. Së gjë mërzish që asë i, apo? Ta shtë ti e mbetej në Ramazan, cili këmë e konë emni identifikus i joti. A oti që ke besu e ki mëkate, a mëkatar që ke besu. A për kuptën të dhalimin? O besimtar që ki mëkate, emni ki besimtar, po e ki dërshime. Dhe emni dominant, oti që ke mëkatu, o mëkatar, emën, o mëkatar që ke besu. Vepra. Me e fuqishme, është fjala, apo vepra? Emni, apo vepra? Emni. Emni shme i fuqishme, apo? Për një njëri, nëse të përshama të në vëzër, një njëri, një qështje e din, ja qëllën. E i thujmë djetar, jo, si thujmë, opet ja qëllën, opet din, një varg veprimesh, në fund t'i adhën emnin, djetar. Apo? Andaj edhe njëri, mëkat bot, mëkatar. Përgjigjit besimit i përgjigjit, besimtar. Apo? Ti në qitë për te, a kime qenë besimtar që mëkatan, a mëkatar që besan? Cële kime qenë të jepëtën? është mundësia artë që me ndryshu statusin, realisht tek Allahu Gjellewala duke u bërë besimtar që më ka thënë. Kena nëshime, kullu beni Adem e khata, këtë bitë Ademet janë më katar, kur kush se manë këtë punë. Ama emni dominant është emni i besimit. Në nuanca kryesore me çka dallohesh është e besimit, nga se përgjigja është shumë më shpesht, shumë më ngjeshur, shumë më e fuqishme se mos përgjigja. E këtë dallim mundesh me e bënë Ramazan fuqishëm. Nëse realisht agjerimi ka filluar me thirrje. E thirrja është e ndërtuar mbi bazën e besimit, ku Allahu te barek ve teala po të thret në emër të besimit për me arsyetu kërkesën, ndërsa për me meritu emërtimin, tash është puna jote. Allahu të thret në emër të besimit, normal, për me agjeru. Por për me meritu emrin, është puna e jote. Shudze mund si Ramazan e meritoj këtë emër. Kësë njështë të ndërruzën dunja, nuk kanë veç një emër. Një emër është në të rëftim. Baba, nëna që e kërmendosh, kjo është emër. Kjo është veç emër identifikus, po jo emër që, ajo është emër që të identifikan, po nuk është emër që të përfaqëson.
Nuk të përfaqëson. Kush përfaqëson ty? Emri I merituar pastaj në bazë veprave. Për njëre pas emrin dietar, ja kanë gjithë baba dietar. E veç që identifikim, se me kon ignorant vetëm. Emnis të identifikon, po, por atë përfaqëson e tani nëse mëson e bëhet dishëm, apo e ka dietar, e ka edhe emrin çështën. E ka mëson. Për shta pejgamberi sa emrin Muhammed e ka pas për identifikim më përfaqësim. Përfaqësim. Këtë punë të ti realisht janë përfaqësuar për emrit Muhammed, I lavdruar. Këtë që ka bëhe ka qenë lavdruar. S'ka të qëka më që kjo sërdash me bëhe. Mbi Muhammedin bëj gjithë neve, Allahu Azza wa Jall. Çdo emri Allahu që Allah e ka, a është identifikim apo përfaqësim? Ja, përfaqësim është. Allahu këtë Ar-Rahman, së ka është emrin Ar-Rahman. Por I gjithëmshirshëm me mëshira e tij, tamam funksionon emri që duhet jetë I përditshëm është. I plot, I mbushur apo. Prandaj ti ke mundësinë që nga një emër identifikues musliman në një emër përfaqësues, përmbajtësor, fuqishëm që dominon mbi çdo emër tjetër që mund ta kesh, por që është në emrin e besimit. Mendoj që është shansë e madhe dhe është mundësi goxha e rëndësishme. Çështja tjetër të ndërozë që mund ta përmendim këtu, brenda kohës që kemi normal, tek çështja e mundësive. Allahu xhallahu në surën Bakara kur flet për agjerimin, ja eyyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu, është bërë obligim agjerimi kema kutiba alal ladhina min qablikum, ashtu sikur ishte obligim ton për ata që ishin para jush, la'allakum tattaqun. Allahu tash këto, a shikoni pse e ki emërtimin, e ki kërkesën dhe ki arsyeshmërinë e kërkesës. Arsyeshmëria e kërkesës është që të jeni të takva. Edhe takvallu ka se devotshmëria është mundësi e madhe që mund të jetësohet në Ramazan. Çka është devotshmëria në Ramazan? Realisht, qysh përkufizohet, ose qysh me shëzu Ramazanin për me përfitu nga Ramazani për devotshmëri. Çka do të më bëj? Ose do të më kuptu mas pas çka devotshmëria. Dietarët e kanë definuar në formë ndryshme më I miri, në kuptim praktik, jo si definicion, po praktik, është ai që ka dhënë Ubej ibn Kabi radiallahu ta'ala anhu, kur ka pyet Omeri radiallahu ta'ala anhu, ka thonë ti që çush e marrësh ti që devotshmëria. Ti çush e marrësh që devotshmëria. Shikoj normal. Apo li pa Allah devotshmërinë, të tekun, po e li. Është mundësi me fitu. E çysh? Jo shfrytëzim, na patëm edhe pa fillim apo mundësia është. Nëse e shfrytëzon, çka ndodh? Përfiton e kur konsiderohet se ke përfituar nga Ramazani në favor të devotshmërisë? Kur konsiderohet? A ka njësi matëse për këtë? Çush e matëm na, për shembull, që kena përfituar nga devotshmëria në Ramazan? Në bazë të definicionit. Unë po ju du me thonë, ato që ka unë Ubej ibn Kabi radiallahu ta'ala anhu, e që është, vallaj, ma mërmanja, shumë direkte, shumë konkrete, shumë praktike. Edhe është njësi matëse, të si mushme e përdor, tamam, për me ditë se, aje duke e shfrytzu Ramazanin në favor të devotshmërisë apo jo. Cila është e ka pyet Omeri radiallahu ta'ala anhu Ubej ibn Kabin, a përsheni të nërëzë sahabët që kanë folë, e qështë e marrë është devotshmërinë, a qështë e ke lexuar ti, unë unë se pas në marrë qështu. Kanë folë për të terma, për të nocione. Këtu kanë qenë çështje që I kanë brengos. Edhe Ubej ibn Kabi I ka thonë, radiallahu ta'ala, në thonë, ja emir e mu'minin, o përsi besimtare, atë ka bëva kja me ecë natën, me një rrugë vështirë, të rëshqetshme, të rrezikshme, ka bëva kja, shetinave, në I bjeshke, në dikon, thot kejfe kene me shjuke, qysh kejtë, ka thonë me shumë kujdes të madhë, që kjo e devotshmëria ka? Tek Allahu me jesë me shumë kujdes të madhë. Me shumë kujdes të madhë. Andaj, mundësia në Ramazan me përfitu
Me shfrytzu Ramazanin për devotshmëri reflektohet në kujdesin e besimtarit në raport me raportet e tij me Allahun te bareke ve teala. Sa më i pastër rritet kujdesi. Rritet kujdesi normal. Për të arsye të ndërruar vëllezër, nëse marrëm njësi matëse, duhet me marrë kujdesin, e marrëm njësi matëse dhe me te i matim fjalët e veprat tona. A dhe del uj i pikshëm, a del aty prezencë të madhe të mikrobeve, bakterje, apo, a keni pa tash dimit e kallëzojnë këtë farë ajri shumë i ndotën, oj na frimorëm, moshtit e bojnë, po së është ta janë i pasra, i ka pasoja, apo. Edhe qështu taj, besimtar jetë, po me bo me amat, ndot jenë, që delë më zvetë, Allah. Dhe është situatë e përshtatshme që me e pastru ajrin, klimën, atmosferën, e komunikim me Allahun te bareke ve teala. Përmes kujdesit të shtuar në fjalët tua edhe në veprat e tua. Merre për shembull këtë që thash, kujdesi edhe gjuha jote. Kujdesi edhe gjuha jote. Sa jemi të kujdesshëm me gjuhën tonë? Për shembull me gjuhën tonë mos më ofendu kur kanë. Zotë, që kjo është pjesë e Ramazanit. Mos më lëndu dikon të shtëpia, nga anëtarët e familjes, ma të vjetrin me ditë që mos sill me ta në komunikim. Pastaj sjellën në veprim dhe reagim. Për shembull, në neja tona, a mundet me pështu një musliman për një neje, pa e kap dikon për goje? Problem, Allah. Problem. Ose pa fol diçka që nuk i përket. Ose pa fol për tema që nuk janë tema ti. Ose pa fol pa dije. E shumë probleme të tjera që dolin nga gjuha. Dhe shtimi i kujdesit në raport me të folurit është tregues se ti e ke shfrytzuar mundësinë e Ramazanit për me përfituar në aspektin e devotshmërisë. A kuptuat lidhjen? Çështën të praktikisht. Çështën do të praktikisht me bu. Jo shfrytëzojmë Ramazanin me bazë në, për shembull, lodhës, ajo po, ai gjuha nuk pastrohet pa fal namazin e natës, pa Kur'an nuk pastrohet. Po, jo me përdu cikli qëto. Shfrytëzimi ka të bëj sa atë mi kombo. Shfrytëzimi ka të bëj sa teravi kom fal. Jo, pa teravi s'ka pastrim, pa Kur'an s'ka pastrim. Mirë po, përfitimi real është në gjurmët që lënë ky shfrytëzim. Në këtë rast dëshmëria është kush? Kujdesi. Bën më të kujdesshëm. Bën më të kujdesshëm. Të vëzhgoj sinqerisht, kur bjen burr, bjen shi që tash e ka rashi, se tu rashi tash kur ardhëm rrugës. Allah bëvë bereqetshëm me dobishëm për neve. Kur esti udhës, nuk shtin kom blam bumbët. Burr, kujdesesh është kam pak më anashe, se po na çull Allah, apo mi lagu kpucat e çorapat e lagu. A ec me kujdes? Apo mirë, pa kujdesi me ec, pa kujdesi në ecje gjatë rrezëshit. Çka të kushton? Çka të kushton? Me lagje që tek i mundi të shkon të shtëpia të rrosh shpejt. Çikaç? Apo kuptoni? Do të thonë, nëse një pasojë kaq let e menaxhueshme, apo kuptoni? Një pasojë kaq let e menaxhueshme, po sjell një kujdes kaq të madh, sa të me kon kujdesin nëse pasojat janë të pamenaxhueshme dhe me dëm të madh për neve. E sa të me kon atë kujdesin? Shumë i madh, shumë i madh. Prandaj vallahi njerëzit shumë më shumë i ruajnë kpucat, mos më u zhyt se gjuhën mos më u zhyt. Shumë më shumë i ruajnë kpucat mos më u zhyt, toja mos më u zhyt, se zemra mos më u zhyt apo. E kjo është tregues i shfrytëzimit të Ramazanit. Në të shfrytëzimit të Ramazanit na bën të kujdesshëm në fjalët tona, në zemrat tona, në sjelljet tona, kujdes, se ke bëj investim, ti ke bëj lodhje mund. Prandaj Ramazani është mundësi me shfrytëzuar për devotshmëri, po në kuptimin që zeka, që shton kujdes në besimtarit dhe vigjilencën e tij në raport me të jashtëmen, me të brendshmën, me gjitha. Prandaj, nëse na abdes kur marrëm e ruajmë gjuhën, e gjuhë, tani sa fetfaja, sa pyetja hoq, po më duket diçka më shkoj, po më duket se më shkoj, për i pikuj, apo ton këtë kiamet e bën apo. Kur zvet po më duket vëllai hinë nak në vëllai Zoti na fal. Kështu zvet kur, po më duket këtë hak po min mua. Po në hak po, ty këtë duket që ti po din hak, atë e nak dikujt.
Ku kujdesi për hakun në punë? Apo, a ke bu punën që duhet, ka pagu njëri, apo? Se mirë, se nuk rëzohet, apo? A që është mira? Ketjum këto pjesë për bërës të jetës tonë. Ketjum këto manifestimit të vëshmërisë. Dhe bënd të kujdesshëm në parën që e merë, tjetë me djerse, tjetë halal, tjetë hakuet. Dhe bënd të kujdesshëm në sjellje me një, mos me lëndu, mos me ofendu. Bënd të kujdesshëm me tema që mirësh me to, mos me marrë me tema që nuk përkasin. Bënd të kujdesshëm në raport me prindin. As mos me i thonë, jo ma tepër se kaq. E tjera nga ato që përbëjnë elegancën e komunikimit tek besimtari dhe për me të tjerët. E në këtë dëna me shtuam. Kjo mundësia ideale në Ramazan. Mos tas për pjesë të dëshmërisë që kanë bëjë pastaj me veprat tona, kanë bëjë me zemrën, me mendimet tona, me sytë, me vesh. Kjo pastaj s'është i ka shembuj të vet. I po marrë një shembull praktik për më tregu çysh funksionon shfrytëzimi i mundësisë në Ramazan në favor të dëshmërisë. Apo që të vrehet ndryshimi dhe të vrehen gjurmët. E të mëzashme, kjo praktika është. Kjo është praktike. Nga ato që ka të bëjmë me dëshmërinë është edhe në aspektin e kujdesit, por veç kujdesin të e marrëm. Është të kujdesesh edhe për orientimin e duhur. Ai i kthym që çdo gjithmonë. Jeta i ka stuhit e veta, ka mundësi ta kthen kiblën, ndron. Orientimi në jetë, cili është? E ke pa për shembull të ndronë tash kur po kryen shkollën e mesme, marrin trajnimin për orientimin karrierë, se ka problem çka më studiu, çka më bë, ka rutinë normal, konsultojnë ekspertët orientimin karrierë apo. A më shku për informatikë, a më shku mjekësi, inxhinier, ekonomi. Ka njerëz që dinë me ta shpërfaq talentin, mund me t'jap udhëzime të caktuara. Nimojnë shumë harin asha, se tani i orientuar në profesion të caktuar që e ke marrë në kurrë dur. Kjo ka ndodhur fal çkafit, orientimi të duhur në karrierë. E orientimi i duhur në jetë, cili është? Orientimi i duhur në jetë. Nëse që kjo fakultet është orientimi i duhur i joti, e cili është orientimi i duhur në jetë? Orientimi i duhur në jetë, që e madh veten, a jam taman, a është orientimi mëse kum hush dikun, apo është ajeti që Allah thonë sun ad-Dhariyat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Gjinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm për adorim. Që kjo është busolla jote orientimit në vëllezër. Andaj në Ramazan, adhurimi dhe dëshmëria arrin deri në detajet një pikë ujë mos më shkua po. Pse? Për shkak se është fuqishëm orientimi i kthyer ka duhet apo. Ramazani ka këtë fuqi. Tash duhet me përfitu nga fuqia e Ramazanit apo që me ashtu këtë kujdes edhe në kujdesin edhe në orientimin tënd, njëtën tënde se ka i këthim. A janë punët e tuja në shërim të adhurimit, fjalët e tua, gjumët, kontaktet, puna jote, apo i kimi të ndara, puna ku punaj, apo është një orientim kësut, ama në xhami është një orientim kible, në shpejë kam një orientim. Na s'kemi orientim e shëllatin, një orientim e kena dhe. Na e kem, një kible kem. Knatësia Allah të zhja. Çka është apëto mesore? Një kible ka. Edhe e ka gjetë vetën që tu është qetësu në këtë orientim edhe nuk e ndonë të në fund. Për që ta Allah në fund së faqe shka dhët. Ja e jetuha nafsul mutma'inna. O të shpirti i qetë në qka i qetë. S'ke pas të turbulenca, s'ke pas shumë orientime, e ke gjithë vetë ku duhet, je qetësu edhe ke stutje. Ke stutje, prandaj fadkhuli jannatin fund, hen gjennetin të madhë. E ke marrë orientimin, e qetë është. Ajo gjdo 20 metra e tash atë djatha majtë, ma e tash ka mira. Një herë e marrë me shka ka në mira, u kri kjo puna, qësajtë ka mira, qësajtë. Imam Shafiu rahimullah ka qenë njëre me një nëzanë sti duke diskutu. Shkën orientimi, ka shumë rëndësi këtë temë orientimit, po shambuj se temë e madhe është kjo. I ka thonë, një nëzanë si Imam Shafiu për një qështje të mesele, në të fikë kanë diskutu, për abdes një mesele. E ka një imam të po thush qështu, po është një transmitim i sakt, që ka thonë qështu pejgamberi alayhi salatu wasalam. Ta shtu shfaqen sa orientime. 2. Mendimi jam, edhe që ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam. Imam Shafiu ka pas
bustën e fuqishme atë. Skalon e i ka unë një imam, çka kime bua tash? Te për para të në kohën e islamit të hershëm, do më thonë të hujt, që s'ka qenë musliman, kam pas një tesh të veçantë veshur, që ndallu me to, që ky so musliman me ditë. Për shembull, e shen 3 kur s'falet në xhami, më thonë që si thosh, ky s'është i xhamis. Kushtimisht se u dash në ditë burrat falen në xhami në vakt namazit. Se ke pa njërin në pazar tu blen njerëz tu fal, kush ka pa. Pas nëse ka qenë për shembull jo musliman, e ka ditë që ky s'është musliman. I kam pas drejt posaçme dhe kam pas një litar të lidhëm për mesi, kam pas, që është një farteshe, në kohë caktuar, sa më rëndësi. Po imam shevi çka ka on, apo më shën një litar të lidhë me çka, po vetë shop. Qysh vetë kam u kthyer në vllapë. Kur të mashesh litarin që kom lidh, që tu atëra thuj ka thon pejgamberi kështu po çapa thu ti apo. Çatarën vetë apo. A mon e musliman. Rendimi jam çka është rendimi jam? Me pasu pejgamberin alayhis salatu wasalam. Çka është? Çu na kam thënë më? Nëse ka rendimin e vet, se nuk ka diçin hamensi apo. E din që kjo punë është haram, me ndalume. Haram është, të kry kjo punë, prej kjo punë. E di haram mojtë, po qysh mi abo? Qysh mi abo, dhe këse punë? Haram është, pëtën, e ndalume, hadhe së në të bëj. Kër e kuptën se është haram, mas kësaj, nëse vazhdojnë me qysh mi abo, i bjen që ki i plem me orientimin. Dikush të kalkun orientimin dikun. Dikush ta kalkon orientimin, dikush ta ka prish bosudën. Apo, nga se besimtari kur e kupton se është obligim, dihet çka bën. E kupton që ndalum, dihet çka bën. Dihet. Na kemi gabime, kemi lëshime, na mundë apo gabime. Po ato i marrin mbi vete, nuk ja faturojmë fesë tonë, që me i ndryshu parimet e fesë në emër të interesave tona personale, Zoti na rujto. Po, unë gabim, nuk bën kështu, gabim është Allah na fal, e përmirësoj. Kjo është të çka? Mirë me të tu me legjitimu një sen që është haram, pëse po më vynë mu, ama ta në zbën me thonë që në po bëj haram, kjo është, dhe mënë, e të mërshme. Ose hile me bo, hile, dëshme, caktuar. Djetarët, i kanë dalë në pri gjdo hile, i kanë daluan në gjdo hile, që realisht e zhbën një obligim, e anulon një obligim, e pëse e ka muslimani. Andaj, e prishme nga muslimani është, me qenë i orientuar ka duhet, ka obligimet, edhe ka ato që Allah ka kërkuar. E kjo mundësie, fuqizimit të orientimit, për mes dëvëshmërisë, është një mundësie madhe që du shëzuar Ramazan. Që kjo, radhitja e duhur, dhe të fjala mundësia. Ka shumë të nërëvëzë du me përfundu edhe me një, me zgjatë. Qëllimi ma shumë kja i ligjatës, edhe me shemë që dhe në fundit të përmani, ma të për dëmonë që të kuptojmë këtë çështje në mundësi, që ma praktikisht, e shemë dhe një ka shumë, që ka ofër Ramazani, po ti s'paku dush me pas një metodologji të qartë të shfrytëzimit të Ramazanit dhe mundësive të ti në muaj Ramazan. E thash ka shumë shemë. Nga këta të ndërru dhe vëzër, Ramazani, për mundësive që t'i jep, e që duhet me shfrytëzu, është edhe ajo që Allahu thotë në fund të ajeteve të agjerimit. Në fund të ajeteve të agjerimit të dispozitave. Pastaj është ajeti i duas, pastaj është ajeti i tikafit. Po, ajeti kryesor i agjerimit shahru Ramadan, alladhi unzila fihi al-Quran. E kështu me Allahu thotë në fund, sikur se tha këtu, la'allakum tattaqun, atje tha, la'allakum tashkurun. Tashkurun. Që t'jeni falenderues dhe mirënjohës. Sot për shembull të ndërgozëm, a është falënderimi funksional që është duhet në mes të njerëzve? Për shembull, djali falënderon babën, fëmia nonën, babën, apo mësuesin, hoxhën, filonin, jena mirënjohës, ke kontribuar, jena mirënjohës, apo a funksionon çka që është duhet, apo kena defekte? Ka defekte. Me këndo që të rrish në shoqëri, domthonë e ka një rrëfim të vetin dhimbshëm që dikush ja ka ditë atina. Ka zënë, ai se njonis teatri, ai dikush të katë për gruan, dikush të katë, ai gruaja ka dikush për burrin, dikush ka për fëmijët, fëmia ka për prindin, mësuesi për nxënësin, që veç domthonë ankesa gjën që mungon në mas të madhe mirënjohja
dhe vlerësimi i dur në shoqëri. Mungon. Andaj, na të vëllezër, si musliman, jemi të obliguar të jemi mirënjohës për na deri në këtë nivel, subhanallahu. Të jemi mirënjohës kafshës. Dush me ku mirënjohës. Kafshës, me ku mirënjohës. Asaj me thonë faleminderit e smervesh, por duhesh me pas një mënyrë të caktuar që e shpreh mirënjohjen karshi asaj krijese që s'ka arsye, ka instinkt, s'të kupton, ama ti duhesh me shpreh mirënjohjen në formë të caktuar. Për një kontribut që aja për ty jap. Kafsh. Mos të asë për njërë. Shkani për shkakun të ndonjë pejgamberi alayhis salam e ka ndaluar me mbyt bërtkocën. Pa hak. Ka ndaluar me mbyt bërtkocën. Që ta është edhe haram me hongër bërtkocën. Se të kësën e mbyt, gjallësën e hanë, don haram është logjikshme. Apo e bërtkocën islam është ndaluar me hongër. Në të transmetime qëndran, se një nga arsyet pëse është haram bërtkoca është, pëse? Kër është dhe zjarë Ibrahimit ose me djek, bërtkoca ka tentuar me gojt vetë me shkrim. As se ka shkrim, as se ka zbe, qa ka të bëja, mirënjohje për ta ja ka lutë Allah kejt gjenerat të lojt vetë. A komptani islami saj kushtë me majnë mirënjohje, një kontribut minimal e ka vanë, krejtja ka lutë Allah gjela, s'ka me prekse, një bërtkos, ka bujë shtam. Pejgamberi e ka mbrojt devën e vetë. Njerë ka qenë në thëmë pejgamberi, që ka pas emnin devja pejgamberi? Kasua. E ka pas emnin Kasua. Edhe njerë, në devja e pejgamberi duke arë Medine, nuk ka ecë mirë. Ka pas një farë ecë që të ka dashë, u lodha që ka përnë. Edhe ka thonë dikush, se në të kuptim që e pat puna saj, është, po të palant, kjo s'është me përkorqë. E ka mërët për devë se ka s'është kështë të pashë kështë, është që është që udhëtimi e lodhje ndërsa kjo në regull, është. E ka mërët devën e vetë që e ka majë gjithë, e ka jetë smirë, është mështë. Deve e sape, e spreket, as lëndohet, as korqë, me pas kujdes mirë njohja. E qka ta mëna për njerës të dhuzë, mas pari print të tu, ma di rrethi, ma di. Kure që ka kontribu për vendin tonë këto, ka jap monde, ka dhonë sakrifise, kështë më ratë, qyrë me këmë mirë njohja. Ndaj të ndërmëzër, sinqerisht, pavarësisht orientimeve, përcaktimeve, si jena na këtu, pa të mi i bopëtën, po mbi gjitha na përshojmë që një padrësia madhe që përbohet me ata qëllimtarët në Hagë, është padrësia, o dhe zullëm është padresi, me këtë parametra është padresi. Lej më hitë që janë shqiptarë. Ku do qovë në dunja, me marë të doset e armikët, e me të me gjyku kundërshtarin tënë, me që ke vetë t'ju të kalëzën ty, ku është e sakët. Pastaj njerëz kanë kontribuar, kanë dhënë, gjithë kush i ka shimet e i ka të me të veta, po tash nuk jena në proces për këto, jena në proces me mbrojt një faqe të ndryshme të historisë tonë, që duhet më mburë dhe gjithë këna më mburë me te, për luftën qëllimtare që është në venin tonë, që është sebeb kryesor që sot na rrim shlirshëm këtu e shkojmë ku dush dhe kur t'y bëna nala. është begati është, apo? është begati. Ata që kanë pak ma shumë vjetë, e manë me pak ma mirë para luftës, e din që ka qenë, për shambull, punë me shku Skënderaj deri nas ata. Ata din shumë mirë që a din që shukon që të nga të është, po që shi ka ra me mrija, pëtën, se amrive është nash, se u di që nështë, se së përqas për Prishtinë, pëtën, se për dikun të tërë. Në tret natës të pijet të kafe, della. E këtë ty kështë e ka vodë, nërë, ke bashkë ashtu të pëtën. Ishe njerës, të pëtën, subhanallah, qëfar shpreje, qëfar komente, qëfar... marrë bashkë të pëtën, turp, mosil njerë që është në apart, përshamë me qështë që kejtëve në përkasën. Ne kemi krizë mirë njohës, ne kemi krizë vlerësimit të lopë, kemi krizë. Shkëni sa paftërshëm njerëzit përshamë të caktuar, më falë një shprej, po paftërshëm, godasin bashkë një islama. Jo, kështu, për çka? Ku është kontributi? A din që ka djetë kontributi o gjallare, bashkë islama në lufte, para luftës, e qëta djetë. Ku jenë majtë mësimet, ku jenë majtë
mbledhet e, ku i mojt takimet e, ku i mojt, kush i ka qelë xhamiet e medresene, kush i ka bo, ku është mirë njohja për këtë çështje, ku është vlerësimi për këtë çështje. Ataj, për shumë mësuesit, ka sakrifikuar Allah, pa rrugë, me lodhje, me 100 gazepe, me shku me mësu në shkolla, në pëdrume. Mirë njohje me pasport në të njerëz Allah. Mi dhonë dekorata, nështë penzion të shtume, s'po di çka do kofte, po duhet me pas mirë njohje. Këtë në e kultivon Ramazanit. Shikoni, Allah e ka përmbyll rregullat e agjërimit me shukër, mirë njohje. Unë fillova me mirë njohje në nivel më të ulët ndaj njerëzve. Ajo ndaj Allahut është padyshim e pakundësueshme. E ka pa Allah sa begatit, sa mirësit. Një i mund nga në përmërë. Ne në bëha, kja ka një më të mëru të në vëzë, si o gjallarë. Dini fendelirët, pyte që të vinë nëse... Mu njërë pa të nërë njërë, isha pa këmë përmenë, po nuk ka një rast, disa rastët, një me kënë e banë, Allah, një me kënë e banë. Njërë pa tarë një student, një shamu për të bëjmë, rast i vërtit. Një student pa tarë, o ishta, ju minë debat me një profesor doktor në universitet, të na, jone, për mëna. Ju minë debat, tha, aja test, edhe tha, mi ka bo do, i ka ngritë do të dhimë, pas me shmeja këthyja, ta shkadzëm të mu shmeja këthyja atina, ta shë, qka thëj ka i, farë, profesori, që s'pa përse kënë zate, te që thëj ka, që kam ka për muz Allahu ytë që me besu në ta. Para mëna, si njoni thëke për një doktor, që ka doktorë bo, kjo as pacient s'ka ka thëjtë, doktor, a këpëtan, qaq mu i degradum, moralisht, i degradum gjitha aspekt, kë i smut me dhone pak, a ban insani këtë dilemë, Allah. Bile thëke i kishton tani, se unë se kryo ka i do, i kishton që nëse besej diçka, ma përpara në lopë besej. Se bile s'poko e me apë qumë dhe mishnë. Qa me thonë? Qka me thonë kënë? Ti me konë si Imam Ebu Hanife Rahimullah, mi shtra konë se ti s'po meritoj konë mi majtë në lidhët për ty, se jo ma shumë opta. Që ka është vëllazim? Që ka këtja ka për Allahu Gjelle Gjallu. Këtja e ka kryu, e ka kujdes, i ka dhonë në fund, atë që më ka për Allahu e të. E zut. E ku shtë i dha Allah, ku i gjetët i këto sanë? Se matë e këtë punë, se matë e këtë punë. A nëjtë më vëllazër, mungesa mirë njës është të mërshme, për Allah është të mërshme. Ja për Allah mirësit, ja për Allah begatit, në fund të të, për shambull, vinë njerës të të, unë e kur më do zbaj. Pëse zbën do? Po këmë bo një do, së më ka përdi, që me bo për di avë. Që zbën do Allah, zbën do. E ka prani Ibn Gjauzë Rahimullah të në vëzër një dobi, edhe po shkojmë kafuni, një dobi, Ibn Gjauzë Rahimullah, Ibn Gjauzë për djetare që është marrë me shejtanin shumë. Qysh me shejtanin? Thot, a i thot kështot, ti thuj kështot, ti ka mësu do argumente qysh me janë për hune, kur të vinë cytjet të caktume. Thot, vjen shejtani e thot, Ibn Gjauzë thot, thot, vjen shejtani e thot, je lut e s'të ka dhonë, qysh me ja këthy, i thush, se kom lut për me më dhonë, e kom lut për me adhuru, edhe e kom adhuru. A ku dëllimin? Se kom lut për me më dhonë, aja për me më dhonë ka qenë shtes, esenca e lut ka qenë se është Zotë jem e adhurej, nëse atë se lusë, kënë kam e lut. Që e përgjigje, e njërit meqëm, mirë njëhës. Andaj, Ramazani e kultivon mundësin e mirë njëhës dhe vetë vetës, për fukaran me adit halën, kur barku zbrazët, me dit begatin që Allah të ka dhonë, sa njerë nuk e kanë, e kështë më radhë, lirin, sigurin që kemi, këtë mirësi që ne kepë Allah të barë këtëra, është mërë mundësi e ardë, tamam, si kurse është titulli, me e shridzu në kultivimin e vlerës së mirënjohjes në shpirtin tonë, në zemrën tonë, pastaj që me kalun në fjallorin tonë, vepra tona, e ti mi vazhdimisht mirënjohës. Dhe Allah që të ime alhamdulillah me shpirt, e me thonë, o Allah, nuk ka mundësi me thënëru korën, s'moj me thënëru, unë është një përpjekje modeste në robit shkret, që është ti meriton, e pa rritshme është, edhe me thonë sinqerisht për Allah, për begati që Allah t'i ka thonë, e pastaj me qinë ndë njëzve
falendrues. Ai të ndërgozur ka shumë çka mund të themi në çështjen e shfrytëzimit të mundësive, mirë po desha më tepër të sigurtash me fokusu fjalimin në ndërtimin e shfrytëzimit, e pastaj edhe në funksionimin e duhur të këtij shfrytëzimi në kohën e duhur, e kështu edukohemi tani që ta shfrytëzojmë edhe Ramazanin, por edhe komplet jetën e cila është mundësi e artë që të fitojmë nesër tek Allahu shumë. Zoti ju shpëlbej për vëmendjen, për mundësinë, për sabrin, kur imam i nderuar Efendi Hoxh, Allah e shpëlbeft. Dhe gjithë juve, Allah na takoft mira, paqen në Ramazan të lehtë, të këndshëm. Dashur Allah që Ramazani të na gjen e ne të jemi edhe më mirë me Allahun, pastaj me zveti. Allah e ruajt vendin ton, e popullit ton, për çdo keqbërzi, për çdo njeri të lig, kurdo që punon kundër neve, thur kurtha kundër rinisë tonë, familjeve tona, Zoti na mjaftoft kundër tyre. Na ruajt Allah për shirrën e tyre. Ata që do më na përçojnë, më na do, ata që do më sjell probleme, Zoti ja uhud në qafë tyne, na përshtot për shirrën e tyre. Bëni dua që Allah më ruajt këtë vend e këtë popull, nga se shumë sherrë po na sillen, po Zoti na ruajt për sherrave, për punëve të këqija, e na zot në rrugën e drejtë, me kaq falënderit shumë, sallallahu alaihi Muhammed wa ala alihi wa sahbihi sallam taslima kthira.